Një histori tronditse vjen nga Irani. Një grua e njohur si Vejusha e Zezë është dënuar me vdekje, pasi është shpallur fajtore për vrasjen e 11 burrave të moshuar dhe për tentativë vrasjeje. Bëhet fjalë për Kolshum Akbari, për të cilën autoritetet thonë se kishte vepruar për më shumë se 2 dekada. Sipas hetimeve, viktimat e saj ishin kryesisht burra të moshuar, shumë prej tyre të ve ose që jetonin të vetëm. Dhe mënyra se sipas autoriteteve ajo i afrohej viktimave është edhe më tronditse. Akbari dyshohet se fitonte fillimisht besimin e tyre, martohej me ta dhe më pas u jepte substancat që shkaktonin probleme të rënda shëndetësore. Në disa raste, këto substanca dyshohet se përziheshin me ushqimin ose pijet. Ajo që e bëri edhe më të vështirë zbulimin e rasteve ishte fakti se viktimat ishin në moshë të madhe dhe kishin probleme të ndryshme shëndetësore. Për këtë arsye, disa prej vdekjeve fillimisht u konsideruan si vdekje natyrale, por gjithçka ndryshoi në vitin 2023. Pas vdekjes së bashkëshortit të saj të fundit, një 82 vjeçari, familja nisi të dyshonte. Para se të vdeste, ai u kishte treguar fëmijëve se gruaja e tij e detyronte të merrte ilaçe dhe se pas tyre humbiste vazhdimisht ndjenjat. Familja e denoncoi rastin dhe kur hetuesit nisën të kontrollonin të kaluarën e Akbarit, zbuluan diçka shumë më të madhe. Ajo ishte martuar më parë me disa burra të tjerë dhe një pjesë e tyre kishin vdekur pa kohë pas martesës. Kështu hetimi u zgjerua edhe në raste të vjetra. Madje autoritetet rihapën disa prej tyre dhe kryen edhe zhvarrime për të bërë analiza të reja toksikologjike. Sipas prokurorisë, pas gjithë kësaj fshihej edhe një motiv financiar. Akbari dyshohet se i bindte disa prej burrave të transferonin në emër të saj prona dhe automjete, ndërsa përfitonte edhe nga pensionet dhe kursimet e tyre. Në fund, gjykata e shpalli fajtore për 11 vrasje të qëllimshme dhe një tentativë vrasjeje. 10 familje të viktimave kërkuan dënimin maksimal. Një familje tjetër zgjodhi kompenzimin financiar. Si rezultat, ndaj saj janë dhënë 10 dënime me vdekje, ndërsa për tentativën e vrasjes është dënuar me 10 vite burg. Gjykata ka urdhëruar gjithashtu konfiskimin e pasurisë së saj. Megjithatë, historia nuk ka përfunduar ende. Vendimi mund të apelohet dhe dënimi me vdekje nuk ka marrë ende formë të prerë. Një rast që për vite me radhë u duk si një seri vdekjesh natyrore, sot është kthyer në një nga historitë më tronditse të vrasjeve seriale në Iran.